Pikërisht. Çdo njeri është njeri dhe ti e di shumë mirë që më mirë një i fajshëm jashtë, 1000 të fajshëm jashtë se sa një i pafajshëm brenda. Domthon ti jetën e njeriu merr qafë dhe ka ndodhur në Amerikë, ku janë dënuar me 30 vjet dhe kanë dalë pastaj në çend. Ka ndodhur në çdo vend, kështu që ne kjo duhet të ripar. Pra, këta po merren me kodin penal. Represiv 1. Arrestojnë pa bë hetimin 2. Atëherë çfarë do modi? Unë mendoj që këta duhet merren me kodin e procedurës penale për të krijuar kufizime prokurorin që prokurori mos sillet si hetuesët e kohës së diktaturës. Pra si inkuizitor. Kjo më shqetëson, pikërisht kjo që thotë tash. Kështu që kjo duhet ndryshoj, por kjo nuk ndryshon kodin penal, kjo ndryshon kodin procedurës penale që këta ende nuk e kanë hapur si debat. Pra ajo duhet ndryshoj dhe duhet kufizuar pushteti i prokurorit sepse janë shumë agresiv. Eksakt këtë deshat. Tani, kalojmë. Pushteti i prokurorit është bërë si prokurorët kotën Verogjës, ku prokurori vendoste gjithçka. Pikërisht, prandaj ajo duhet ndryshoj. Kur ishte vendimin prokurori kotën Verogjës, gjykata ose e ndrejte, e çojte në maksimum ose e lete ku ishte prokurori, kur në ulte më poshtë. Ajo është pasaj kur është sistemi inkuizator, akuzator, por problemi tjetër është dhe mënyra se si mblidhen provat. Pra ti s'mund mbledhësh provat duke shantazhu pandehurin. Kam dëgjuar raste kur prokuror përdor informacione private për të shantazhuar pandehurin. Jo, ma e ka shantazhuar Velia në sallë gjyqjet më burr. Nuk e di. Po sallë gjyq, po janë të regjistruar më zotëri. Tani ata e mohojnë. Çfarë do të ata mund ta mohojnë? Çam bëjnë ty, po janë të regjistruar tash i ka do të qisin ata. I kanë provat. Nëse i kanë do të nxjerrin. Domthon vetëm e kaq ti e njeh etikën kalim ke faza e dytë e diskutimit. Kemi një kryetar bashkie që për fajt e tij ose jo, nuk e ushtron dot detyrën. Dakor? Tani problemi drejtësini ka ky. Nuk e ka qytetari i Tiranës. Ti s'mund ta lësh bashkinë pa kryetar bashkie 2 vjet, sepse ai gjyq ka për të vazhduar. Ai më vazhdon edhe 5 vjet. Ti s'mund ta lësh 2 vjet tani sepse kryetari i bashkisë e ka marrë prokurori. Tani me të drejtë, pa të drejtë që e ka marrë prokurori, këtu është krijuar një vakancë. Ai mund të ishte smur, ai mund të bëjë gjendje kome. Ai mund të arratiset, mund ta marrin peng, por ne nuk mund ta lëmë bashkinë pa kryetar. Kështu që ndërkohë që ai zgjidh problemin që ka me drejtësinë, këtu duhet zëvendësohet tash një autobus futet në kryqëzim. I vjen policia i thotë e fut me të kuq. Ai thotë jo jam fut me jeshile. Policia e merr. Me drejt pa drejt e merr policia çon rajon. Çfarë do më dalim autobusin aty? Tash njerëzit duhen çu diku. Do duhet vi një shofer tjetër të marrë autobusin, pastaj ai nëse deli pafajshëm të marrë dëm shpërblim. A di se sa njerëz janë shkarku padrejtisht nga puna këtu, edhe marrin më mbrapa dëm shpërblim. Dëm shpërblim e di. Pikërisht për kjo. Pikërisht kjo. Ai mund të shkarkohet drejtori i bankës, ai ishte fullani. Doli mori shpërblim me këtë. Unë po them njerëz zakonshëm në punën civil. Drejtori civil ka shumë janë miliona dollar që po japin dëm shpërblim. Shkarkojnë pa se nuk kemi padrejtisht, se nuk kemi ne një kodin e administratës, si mund quhet. E shkela i drejtori, kur vjen puna, ai shkon e fiton gjyq, edhe merr dëm shpërblim. S'kemi ne se administratën e trajtojmë si çet banditësh. Vi unë, vi çetën time, jo vetëm administratën e partisë, po dhe administratën kur ndrohet ministri nga një ministri tjetër që është e njëjta parti pushtet, bën gjithë tarafin e vet. Hyrra, burra. Shpesh ne jemi akoma në primitivitet. Media shqetësohet për rastet e njerëzve të famshëm, por këto janë fenomene që i prekin njerëzit për ditë. Tani kalim ke faza e tretë. A duhet bëhen zgjedhjet? Te këtu ka një zhvillim interesant kushtetues që unë jam kurioz edhe për ta parë si do vazhdoj, sepse praktikisht ne po presim, nuk e di ende. Sot kryeministri ka kërkuar presidentit shpalljen e zgjedhjeve. Sot Velia, dje Velia i ka bërë një ankim në gjykatë kushtetuese. Gjykata kushtetuese ende nuk është shprehur se për vendimin, nuk ka marrë vendim të ndërmjetëve dhe nuk ka njoftuar presidentin dhe kryeministrin. Jo, pa njoftim sot. Jo, pra nuk e ka pas. Gjykata kushtetuese thotë kështu. Unë e kam shpall thotë që e kam marrë këtë ankim, kështu që ata duhet ta marrin vesh vet. Për sa ku e kam shpall. Do ta marrin vesh vet që nuk mund të bëjnë. Po pra ato thonë janë njoftuar me shpallje, ndërkohë që nuk e pengon asgjë, se nga gjykata kushtetuese ke kryeministria është 1 minutë në këmbë, te presidenca është 3 minuta në këmbë, me t'i japin atij posterit, t'i japin njoftimin. Ne s'kemi presidenti. Po ta njoftojmë zyrtarisht. Ne kemi president më zotëria, kuptojmë ne kemi kukull president. Çështja është duhet të çojmë zyrtarisht. Që del bë fotografi me Trumpin që janë fotografi ceremoniale, nuk janë takime, ne themi takim. Po s'është takim me drejt që e hëngër se e dim tash. Kalojnë gjithë presidentet me gruan
del dhe ky si quhet, Shabon e ka ky si e ka? Shabon duket e ka? Barom. Del te Baromi, edhe ja ku jemi ne. Tash mos fol për presidentin fare, se s'kemi president. Po thoya që gjykata kushtetuese këtu po nçivet mazgishtet. Pra gjykata kushtetuese do duhet të luajë një rol më aktiv. Nuk mund të rri gjykata kushtetuese të presi bëj se hir çapo bëhet këtej. Gjithsesi jam dakord me gjykata kushtetuese do të japi një vendim menjëhershëm. O vendim të ndërmjetër për pezullim, pra për sigurim pa dije, për pezullimin e këtij procesi ose thjesht i njoftoj ata, sepse për sa kohë është bërë një ankim, të njoftoj është bërë një ankim. Pezulloni çdo vendimarrje